Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha zhvilloi një bashkëbisedim online me qytetarët, ku u përgjigj mbi disa tema kryesore. Ai komentoi takimet e disa nga kandidatëve të listave të hapura, të cilët ishin fitues të primareve. Berisha theksoi se Ervin Saliani dhe Ali Mehmeti nuk janë të përjashtuar nga Partia Demokratike dhe se me ta ka zhvilluar disa herë takime dhe telefonata. Kandidatët e primareve në tërësi i kam takuar ose ju kam telefonuar. Vetë Saliani ka qenë disa herë në këtë zyrë. Ilir Ali Mehmeti edhe më shpesh në këtë kontekst, askush nuk është i përjashtuar në këtë parti. Berisha njoftoi analizën e humbjes së zgjedhjeve të 11 majit, duke thënë se u vonua për shkak të raportit të OSBE-Odirit, ndërsa paralajmëroi nisjen e foltoreve në të gjithë vendin. Partia Demokratike ka filluar analizën e saj, këtë javë fillojnë foltorët jashtë Tiranës. Një ndjekës e pyet Berishën se pse nuk jep dorëheqjen në një kohë kur humbi zgjedhjet. Ai tha se fati i drejtuesve dhe anëtarëve të Partisë Demokratike vendoset vetëm me votë. Kushtet e farsë elektorale dhe të narkoshtetit, në kushtet kur zgjedhjet janë farsë dhe jo zgjedhje normale, një akt i tillë do t'i shërbente diktatorit dhe atyre që shtypin pluralizmin. Një akt i tillë nuk mund të ndodhë përveç se me votën e demokratëve shqiptarë. Gjatë bashkëbisedimit me qytetarët, Berisha nuk i kurseu akuzat për qeverinë.